Drorat e specializuara të Kosovës dhe Mbretëria e Belgjikës të njëjtën kanë nënshkruar zyrtarisht marrëveshje mbi zbatimin e dënimeve. Sipas saj, personat e dënuar nga këto dhoma mund ta kryejnë dënimin me burgim në Belgjik në varësi të kushteve që cakton ajo dhe miratimit të këtij shteti. Siç thuhet në njoftimin e kësaj gjykate, kryetarja e saj Ekaterina Trëndafilova nënvizoi se zbatimi i dënimit është thelbësor për një sistem gjithëpërfshirës dhe efektiv të drejtësisë penale ndërkombëtare. Ajo thuhet se ka ftuar edhe shtetet e tjera të ndjekin shembullin e Belgjikës në fuqizimin e kornizës së DSK-s për zbatimin e dënimeve përmes arritjes së marrëveshjeve të ngjashme. Ndërka që shefi i Autoritetit Qendror të Belgjikës, Gerard Div, citohet të ketë deklaruar se me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje dëshirojnë të shprehin mbështetjen e Belgjikës ndaj dhomave të specializuara të Kosovës dhe drejtësisë ndërkombëtare në tërësi. Është mbajtur edhe seanca e 4 gjyqësore në rastin Banjska të ndodhur në shtator të vitit 2023.